Selamu alaikum, ju uroj nga zemra agjërim të lehtë dhe të pranuar. Kemi hyrë në 10 ditën e 2 të muajit të begatë të Ramazanit. Çdo vepër dhe çdo punë që bën, ta bësh me qëllim me niyet për të kënaqur Zotin. Thot Zoti në Kur'an, sa për ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, sigurisht që ne nuk do t'i humbim shpërblimin e punë mirëve. Sa më shumë vepra të mira në këtë muaj, me qëllim të pastër për të kënaqur Allahun, sa më shumë vepra të mira për të fituar xhenetin dhe sa më shumë lutje. Lutja ditës për sot. La ilaha illa ant, subhanaka, inni kuntu minadh-dhalimin. Që do të thotë, s'ka zot tjetër përveç teje. Qofsh i lavdëruar, më të vërtet, unë jam prej gabimtarëve. Le ta shtojmë sa më shumë këtë lutje, le ta shtojmë sa më shumë këtë dhikr. La ilaha illa ant, subhanaka, inni kuntu minadh-dhalimin. Selam.